Trump anashkalon Kongresin për harkun 76 metra pranë Arlingtonit, përdor një autorizim 101 vjeçar. Administrata e presidentit Donald Trump po përpiqet të ndërtojë një hark monumental triumfi 250 këmbë rreth 76 metra pranë varrezave kombëtare të Arlingtonit, pa marrë miratimin e ri nga Kongresi, duke u mbështetur një autorizim të dhënë gati një shekull më parë për një projekt krejt tjetër në të njëjtën zonë. Sipas planit, harku do ndërtohet në zonën e quajtur Memorial Circle, pranë hyrjes së Arlington National Cemetery përballë Lincoln Memorial. Punimet paraprake në matje dhe testime në terren kanë nisur tashmë, por pika më e debatueshme është baza ligjore që po përdor administrata në vend që të kërkojë votim të ri në Kongres. Zyrtarët argumentojnë se Kongresi kishte miratuar në vitin 1925 një raport për projektimin e urës memoriale të Arlingtonit, ku parashikoheshin 2 kolona monumentale që nuk u ndërtuan kurrë. Sipas administratës Trump, harku i ri konsiderohet vazhdim i atij vizioni historik. Sekretari i Brendshëm Doug Burgum ka deklaruar se administrata po realizon një ide që kishte mbestur pezull për më shumë se 100 vite, dhe se për vjetorin 250 i pavarësisë së Shtetit të Bashkuara është momenti ideal për ta ndërtuar. Megjithatë, kritikët e quajnë interpretim të sforcuar të ligjit. Juristë dhe organizata veteranësh argumentojnë se toka ku parashikohet monumenti është zona e mbrojtur federale dhe çdo monument i kërkon autorizim të drejtë për drejtë nga Kongresi. Projekti është pjesë e planit më të gjerë të Trumpit për festimet e 250 vjetorit të Shteteve të Bashkuara.